Shqipëria dhe Kosova duhet të dalin me një rezolutë të përbashkët për shkelje që po konstatohen në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag. Në një intervistë për Klan Kosova, kryeministri Edi Rama tha se në Prishtinë mungon vullneti politik, ndërsa dëshmitarët që kanë marrë pjesë në këtë proces i quajti aktor të epokës së Miloševićit. Fatkeqësisht nuk ka vullnet në Kosovë për të dalë me një rezolut të parlamentit kuvendit Kosovës, një rezolut për te i partive politike, të cilës ne do t'i bashkoheshim me njëherë ndaj gjykatës dhe ndaj gjithë kësaj farse, sepse ka shumë fars në këtë mes, nuk ka asnjë gjurmë, asnjë shenjë, asnjë gërm, asnjë tingull të lidhur me trafik organesh. Rama preferoi të mos komentonte marrëdhëniet me Albin Kurtin, por një këshill e kishte për të, kur tha se Kosova nuk duhet të shohë nga Beogradi, por të përmbush detyrimet që i takojnë, ndërsa nuk mund të përparojë drejt Bashkimit Evropian, pasi ruar marrëdhënie diplomatike me partnerët ndërkombëtar. Kosova është bërë me vullnetin e vet, por edhe me sytë e mbyllur pengi Serbisë. Për mua, Kosova e ka fituar luftën, duhet fitoj paqen. Dhe duhet i bëjë detyrat e veta për veten dhe për të ardhmen e vet, jo për serbët. Dhe këto natyrisht lidhen me dialogun, por lidhen me Bashkimin Evropian edhe me Shtetet Bashkuara pastaj. Një koment Rama e kishte edhe për marrëveshjen trepalshe mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes, e cila solli dhe reagimin e ashpër të Serbisë. Ne nuk kemi bërë aleancë për të shkuar në luftë me asnjëri, ne kemi bërë një marrëveshje mes tre shteteve demokratike për të bashkëpunuar në fushën e mbrojtjes. Nuk është aleancë ushtarake për të shkuar në sulm. Një mesazh kreu qeverisë e kishte edhe për nacionalistët, ndërsa tha se i vetmi bashkim është ai me Europën. Që bashkimi kombëtar sipas meje është vetëm bashkimi me Europën dhe asnjë gjë tjetër. Dhe çdo gjë tjetër është prallë që gjithse kush mund t'ia tregojë vetes, por nuk ka asnjë shans që ta shohë të realizuar në realitet. Ishte Edi Rama në një intervistë në Klan Kosova një ditë më herët, pikërisht ku ai rishpreh edhe një shqetësimin e madh për atë që po ndodh në Kosovë. Baton, do flasim edhe në fund fare edhe për përkesimin midis Tiranës politike dhe Prishtinës politike. Nuk e di nëse ka një sinjal që po afrohen apo jo, por nëse mund t'i japim përgjigje asaj faktit që presioni i madh ndërkombëtar evropian, më shumë evropian që ka investuar më shumë te Kurti, me thënë vërtetën, se sa amerikanët. Dhe ai amerikan, a mund t'i prodhoj Kurtit një efekt bumerang pozitiv pra që ai të marrë më shumë mbështetje në lokalet e 12 Ai ka kriju një farë. Se kjo pasazh me pasojë jo vetëm për Kosovën, kam përshtypjen pasojë për të gjithë ne. Nuk e prek Shqipërinë, me thënë drejtë, Shqipëria është shumë rehat. Shqipëria është evropianizuar dhe është jashtë Ballkanit momentalisht. Deri diku edhe Malizi, po për faktin që Malizi e ka një dëshirë të vazhdueshme të Serbisë për me qenë brenda Konfederatës, të saj e kam... Tundohet në herë. Por Shqipëria nuk ka lidhje me... Kemi lidhje se jemi shqiptar më. Kjo është një çështje tjetër. E para, dua të them që Rama me diskursin potent që ka, edhe me fuqinë elektorale që ka, edhe lidhje që ka krijuar në Bashkimin Evropian, edhe marrëdhëniet këtë personale, e ka krijuar një dëshirë të Albin Kurti që t'i ngjajë atij. Por Albin Kurti, kjo është serioze. Unë po them që kjo duket si një prallë e një gazetari që e rrëfen, por ajo që unë e kam bindje është që Kurti ka projektuar gabimisht rrugën e tij politike, se ka menduar që s'ka më pas Rama mandat tjetër dhe do ketë një përkufizim të jetës tij politike. Dhe pastaj, me qenë se do të kemi një farë vakum lideri, kjo është taj shqiptari madh, që pastaj e pushton hapësirën politike shqiptare, duke përfshirë dhe Shqipërinë. Kjo është ideja e njeriut deluzim.
që është deluzioni i cili Skenderi Bequn Kjo edhe për seri Netflixi nuk quhet se del niveli dobët. Edhe Netflix nuk ta pranoj. Po, me gjitha të, ende është bindja ti se kështu është jeta politike ti. Pra ndaj s'bën kompromis dhe mes një parti politike për të bën një qeveri. Se qeveria ka mund të letë bëhet. Pa as një problem. Këtë do që ta merte, do e bënd të qeveri. Në atë klasë politike opozitare, ata të vinë gjithë me vrap. Dorën zemër, ajo që une e shoh si deluzion politik, kjo e ka pikën e rrezikueshmërisë për gjithë neve bashkë. Për arsye se nëse ndodh diçka në Kosovë, nuk mundet Shqipëria... Sërim do të jashtë. Sërim jashtë do të. Ti je pjesë e NATO-s. E shikon që kam drejt. E shikon që kam drejt. Që është një gjë që na ndikon gjithë me ne. Kjo po, sigurt. Prandaj Rama është i kujdesshëm edhe kur flet për bashkimin kombëtar dhe e racionalizon bashkimin jo si dikur i cili i ka pas do fraza se kjo është e domosdoshme në një kohë. Dhe ajo domosdoshme në një kohë tash ka rreshqit në domosdoshmërinë evropiane të bashkimit shqiptar. Po vetëm në racionalitet politik, domethënë klasik. Nuk ka asnjë pak patetizëm, as populizëm brenda kësaj. Dhe tani Kurti nuk thos dot as atë që